falenderoj publikisht të gjithë kryesit dhe këtu e kemi konceptu tjetë kryesit e ngushtat të nëndegve, njëherët edhe veprimtarë të lidhjes demokratike. Do më thonë tubimi është hidhë, nuk është i për mosave të tubimit para elektoral, mirë po këta janë njerëz, këtë janë struktura udhëheqëse të nëndegve, njëherët janë edhe veprimtarë të devotshëm të partisë, veprimtarë të cilët në asnjë moment nuk kanë hezituar në përkrahje të lidhjes demokratike. Do të falenderoj edhe anëtarët e ish LDD-s, tash janë struktura të nëndegës, janë anëtarë kryesisë të lidhjes demokratike në fshatin Korish, cilët kanë tregu gatishmëri dhe dëshirë që të shërbejnë filozofisë bashkimit, filozofisë së mirëqenies dhe të riforcimit të lidhjes demokratike të Kosovës në përgjithësi, sepse pa dëshirën e tyre dhe pa gatishmërinë e tyre nuk do të kishte ndodhur ky bashkim. Duhet të thënë se nëndega e lidhjes demokratike të Kosovës në Korish, tash e bashkuar, kemi pas parasysh dëshirën e të gjithë atyre që këtë parti e shohin si të tyre, që e mbështesin në forma të ndryshme dhe që e shohin si alternativë të vetme qeverisëse që të bashkëqeverisim sërish të gjithë ata që i bashkon e kaluara e përbashkët dhe angazhimet e mahershme dhe të tashme në LDK, që i bashkon filozofia politike e doktor Ibrahim Rrugovës dhe gjitha elementet të tjera të cilat e shquajnë partinë tonë për vlerat veçanta. Po ashtu në këtë tubim, ne si nëndegë e lidhjes demokratike të fshatit Korish me nëndegët e rajonit, përveç se vim më të bashkuar me të gjithë faktorët të tjerë të rëndësishëm të frymës rrugoviane, vim edhe në prag të zgjedhjeve për pushtet lokal, në të cilin lidhja demokratike e Kosovës pret të konfirmohet forcë qeverisëse në Prizren, njëherët edhe në shumë komuna të Kosovës ta kthej primatin e forcës kryesore. Angazhimi ynë në këtë drejtim është që të përcjellin tek nëndegët tjera, tek dega, tek antarësia, tek simpatizantët e lidhjes demokratike të Kosovës, por të gjithë qytetarët e komunës sonë frymën e bashkimit, bashkëveprimit dhe të unitetit. Për një fitore bindëse në zgjedhjet e 3 nëntorit të këtij viti, si të vetëm në mënyrë që të jemi të besueshëm para zgjedhjeve, ne do të dimë dhe do të mundemi dhe do të qeverisim mirë për interesat e qytetarëve të komunës sonë. Kretë në fund të fjallës sime, po ashtu duat shpreh bindjen time se nëndega jonë dhe gjithë antarët dhe simpatizantë e rajonit, po edhe të gjithë komunës, do të jenë, dhe të gjithë votuesve tanë, se shembulli ynë do të kuptohet drejt dhe do të shërbejë si një frymë uniteti për një frymë bashkëveprimi dhe bashkëpunimi serioz dhe të sinqert në funksion të interesave të qytetarëve të Prizrenit dhe sigurisht në fitoren e sigurt të lidhjes demokratike të Kosovës në zgjedhjet e 3 nëntorit. Nderuar zotni kryetar, unë nuk kisha me zgjat më tepër, do të jepsha fjalën kryetarit të degës zotni Eshrem Kreziut. Më lejoni që në fillim ta përshëndes kryetarin e lidhjes demokratike të Kosovës, zotni Isa Mustafa, sekretarin Ismet Beqi Kujtimin, që gjeri popoj antarën ma simpatik kryesisë, edhe zotni Hotin gjithashtu, që është të sigur një ekspert i fort në tanimin e vetë. Që ose më lejoni zotni nën kryetari në ndegës që ta përshëndesë zotni Simon Spaqin, pas ka marrë madhe me parë na kemi qenë që nga ditët e hershme këtu. Unë sinqerisht tash ata bashkëpunëtorët e ngushtë e dim të lusumin tim që unë nuk kam dëshirë shumë me nxjerrë të lashe liderit me këto ardhje në teren dhe same, po prandaj e kam edhe për para, kam thënë se do duhet në shumë punë mi krye, mirë po jo mi agon liderit, i ndjeri agoni për cilët kam një respekt jashtëzakonshëm, ai thoshte të shqiptarët, ka një piramid, dhe në kryet piramidës është lideri. Mirë po shqiptarët e përmysin, edhe lideri e marë poshtë krejt piramidën kështu pastaj. Na do të ju shmange kësaj dukurie dhe naturisht
natyrisht krejt ato shka muj me përmbush atë hapësirë, do duaj me forcat që i kemi në raport me këto rrethona që njojmë. Por, si tha zotnia Agimi, është e vërtet se ju falenderoj edhe unë që keni ardhur në këtë rast kur bëhet legalizimi i bashkimit të LDK-s dhe LDD-s. Dhe këtë e qmoj dhe asun, edhe pse jam shumë, si më thonë, a i kujdeshëm me këto gjana, në këtë rast kam thonë shumë mirë që ose vjen edhe vetë meritja, që ose vjen edhe kryetari i LDK-s zoti Isa Mustafa. E tani, sa i përket zgjedhjeve që pak a shumë foli 3 mentorin e përmendin se është fakt. Nuk është që në pëlqen kjo, është apo fakt, apo e përmendi edhe zoti Agimi, në qoftë se politika ka lidhje me logjik, do duhet me fitu LDK. Unë e kam me i për këtur për Izrael. Po du me thonë me i me men, se jo kështu me formë. Edhe, unë personalisht nuk muj me shpjegu e shka ndodhi kjo në komunitetin shqiptar të Kosovës. Ende nuk di, ka me të vërtet shumë faktorë, mirë, po unë muj me thonë se humbi besimi i njerëzve në vlerat e politikës legale. Pse humbi nuk e di? Është e vërtet që na nuk kemi qenë shenjtore dhe shpesh e kemi zhgënjë e elektoratin, pak a shumë, dikush ma pak, dikush ma shumë. Por fakti se po ndodhë vetëm një 27%, 30% po del në votime, me të vërtet është tragjik, jo për nomenklaturen, sa për vetë vendin, për Kosovë. Shka ka ndodhë unë nuk di, mirë po prandaj, unë e falenderoj edhe zotnia Agimin, edhe zotnin Seferin, e gjithë këta burrat e LDD-s, që dhanë një rast të mirë për të dëshmuar se po bajmë një hap për para për të rikuperue ose regenerue atë besim në dishka. Në qoftë se unë di dishka nga jeta, edhe në mendoj jeti kam botash, po harroj edhe, sa i kam. Unë di mu ju thamë se pa besim absolutisht kur gjë nuk arrejet. Qoftë se kemi njerë që nuk besojnë vlera, por në kalkulime, si se shka, absolutisht kur gjë nuk arrejet. Kështu që prandaj, është një rast për muhe, solem edhe frymëzus kisha në thanë, ky takimi në sontit që legalizon bashkimin e këtyne dy forcave dhe natyrisht prania e kryetarit e LDK-s zotni Isa Mustafës edhe të bashkëpunëtorëve të tij dhe unë besoj, si thash edhe në përjetorin, në qoftë se Kosova nuk zgjohet nga ky shok abstenus elektoral me drejt, unë po thonë me drejt, por në qoftë se nuk zgjohet dhe nuk e zgjedh Isa Mustafa kryeministër, kam frikë se kam i ra ma keq Kosovës se sa personalisht. Unë këtu do të ndalësh, Faleminderit zoti kryetar. Unë e kisha ftuar që para jush të marrë fjalën kryetari i Lidhjes Demokratike, akademik Isa Mustafa. Besoj që fjala juaj do të mirëpritet, patjetër që do të mirëpritet, mirë po unë shpreh edhe kënaqësinë shumë time të veçantë se është hera e parë që një lider i nivelit lartë e viziton këtë rajon. Prandaj është një kënaqësi e veçantë edhe për mua edhe për gjithë veprimtarët e rajonit që ju kemi sot në mesin tuaj. Kryetari kemi thënë. Ju falenderoj në ftesë, sepse ju na keni ftuar që të marrim pjesë sot në këtë takim.
Ju përshëndes në emër timin e të bashkëpunëtorëve, anëtarëve të kryesisë, sekretarit të LDK-s që në zbashku me mua sot këtu. Unë shpreh kënaqësi të veçantë që po takohemi, po bisedojmë për çështje shumë të rëndësishme për lidhjen demokratike, edhe po përgatitemi ashtu, siç tha edhe kryetari i Degës, profesor Kryeziu, edhe kryetari i Degës Agimi, për fitoren sepse kemi besim të madh që lidhja demokratike e Kosovës në Prizren fitoj edhe qeverisë me Prizren. Kjo është objektivi ynë cilin ne duhet me arrit. Dhe me qenë se këte kemi qëllim që do të arrim, ne tash do të bëjmë çdo gjë që të arrijmë qëllimin tonë. Në gjitha momentet kur lidhja demokratike është përcaktuar për një objektiv, atë objektiv e ka arrit. Presidenti Rugova gjithmonë është thirrë në nevojën për liri, pavarësi, demokraci, edhe kemi arritur atë. Objektivi ynë edhe qëllimi ynë që është këteta ndërtore. Në Prizren jemi mobilizuar edhe më parë. Prizren faktikisht e kemi fituar, por si vjet, Prizren do ta marrë. Me çdo kusht. Pse do ta marrim sepse edhe Prizreni ka nevojë që të qeveriset nga lidhja demokratike, aq më tepër lidhja demokratike ka nevojë të qeverisë Prizren. Arsyeja është se në vitet kur LDK-ja ka qeverisë me Prizrenin, Prizreni është qeverisë mirë. Gjurmët e kësaj qeverisë të mirë duken edhe sot në Prizren. Edhe ka pas ndërtime të mira, edhe ka pas menaxhim të mirë, edhe është kry puna me emër të mirë. Pas kësaj kanë lind problemet qeverisjes, Prizren është angazhuar tërë qeveria që t'i mbuloj këto probleme, por problemet nuk mbulohen lehtë. Sepse në qoftë këtë qeveriset, atëherë këtë qeverisja ka zanafillën edhe në Prishtinë, në qeveritë qendrore, edhe në Prizren këtu, edhe obligimi ynë është që ta argëzojmë qeverinë edhe në Prishtinë, por ta argëzojmë edhe këtu në Prizren, në mënyrë që Prizreni qeveriset në mënyrën më të mirë, sepse besojmë që shtetarët këtu të Korishës edhe shtetarët e Prizrenit përgjithësi meritojnë qeverisje shumë të mirë. Nëse dikush meriton qeverisje të mirë në këtë vend, e meritoni ju, sepse është fjala për një popullat shumë punëtore, për një popullat shumë të edukuar, për një popullat shumë progresive, për një popullat e cila ka treguar konsistencë për shekuj, dhe nuk meriton që kjo popullat qeveriset në mënyrë të keqe, dhe nuk meriton që gjithkusht na qeveris, që çdo njeri ta kemi në krye të komunës, ose që çdo njeri ta kemi drejtor në komunë, edhe që ne të shkojmë edhe të presim para tyre. Më mirë të presim ata para njerëzve që janë civilizuar, njerëzve që janë ditur, njerëzve që janë kulturuar dhe njerëzve që reflektojnë njerëzi. Dhe ky reflektim i njerëzisë sot nuk është në qeverisjen e Prizrenit dhe ne dëshirojmë ta ndrojmë edhe unë jam shumë i bindur që atë që tha profesori Çem, këtu ne mund ta bëjmë. Do ta keni përkrahjen e plotë të lidhjes demokratike në qendër, do të punojmë së bashku me juve, sepse me Prishtinën ne jemi të interesuar që ta fitojmë edhe Prizrenin. Tjerat pastaj i kemi të fituar dhe këto dy fitore neve na mundsojnë që ne të konsolidohemi politikisht dhe që ne ta kemi fituar në vitin ashtu në zgjedhjet qendrore shumë të sigurt. Për neve është fitore dhe kjo që po ndodh tani në lidhjen demokratike, është fitore kthimi njerëzve tanë nga lidhja demokratike Dardanis, do ju uroj mirëseardhje juve, në shtëpinë e juaj. Është fitore dhe ardhja e njerëzve tjerë nga partitë e tjera, sepse kemi edhe në Ferizaj që po vinë, edhe nga Aleanca vinë, edhe nga PDK-ja, kemi edhe në Peqë që vinë, edhe nga PDK, edhe nga Aleanca në LDK, por atë që kemi më shumë të kemi ardhjet njerëzve trive, të femrave, dhe zgjerim të radhëve të lidhjes demokratike. Unë sot jam marrë këtu, po mund t'ju them se unë çdo javë
Spaku jam në 4 tubime në 9 deg të jetës demokratike në gjitha pjesët e vet. Disa po thonë që LDK-ja do të zhvillojë jetë aktive demokratike në teren. Unë s'di kur LDK-ja ka zhvillu jetë në aktive në teren. Kur? Këto ju them se kur, sepse tani çdo javë jemi në teren. Çdo javë jemi të testu interesin, përcaktimin edhe qëndrimet e njerëzve tanë. Në mënyrë që politika cilat ne zhvillojmë, të mos jenë politika që drejtohen edhe bëhen vetëm Prishtinë, po të jenë politika cilat i përqafon antarësia jonë e gjithë. Dhe asgjë s'do të bëjmë, nëse ne konsiderojmë që atë nuk do ta përkrah antarësia jonë. Ne jemi të interesuar që të kemi njerëzit më të mirë në kryet komunave. Ne jemi të interesuar që të kemi njerëzit më të mirë në këshillat përkatësisht kuvendet komunale, në rolin e këshilltarëve të kuvendeve komunale. Ne jemi të interesuar që të kemi njerëzit më të mirë për deputet kuvendit Republikës Kosovës. Të kemi njerëz cilët janë gjendje që kur të votojnë edhe kur të vendosin, ta kenë parasysh interesin e Kosovës e jo interesin e tyre personal. Sepse ati janë zgjedhë që të votojnë edhe që të vendosin për interes të Kosovës. Në rastet caktuara, në momentet caktuara, ne nuk na përputhet gjithmonë votimit për një interes, sepse njerëzit mund të mendojnë edhe ndryshe. Por do ta kemi fuqinë, do ta marrim rrezikun sepse ti je në deputet, ti je lider i partisë, ti je në krye të partisë në komunë apo në nivel qendrës, do ta merresh rrezikun e vendimarit. Ajo nuk është punë e lehtë. Është punë e përgjegjësi, sepse nuk i pëlqen gjithë. Ne po i kalojmë disa etapa në shoqërinë tonë, në cilën njerëzit nuk janë të kënaqur sepse kanë gjallë vrasje, kanë gjallë fatkeqësi, kanë gjallë dhunime, kanë gjallë gjëra të tmerrshme, cilat njerëzit të vështirë i falin, por ajo që duhet ta bëjmë ne është ne të mendojmë për të ardhmen, ne të kaluarën mos ta harrojmë, por ne ta ndërtojmë një të ardhme edhe në Prizren këtu, edhe në Kosovë, edhe në verit të Kosovës. Mund të ketë vërejtje edhe lidhur me vendimet tona që po i marrim për veriun e vendit. Por nëse shiqojmë interesin e Kosovës, unë mendoj se vendimet tona janë drejtë. Sepse ne s'mund të lejojmë atutje që ne të shkojmë vetëm deri te ura e Ibrit edhe ta shiqojmë të karshi pjesën tonë të Kosovës. Ne do ta bëjmë çdo gjë që ta kalojmë urën edhe dalim pjesën e veriut të Kosovës sepse ajo është pjesë e jonë. Dhe në këtë punë ne s'mund të lidhemi natë, sepse politika me natë nuk bëhet. Në këtë punë do të jemi të mëshëm, do të jemi racional dhe do të krijojmë kushte që ne të shkelim në atë pjesë, që ne të ushtrojmë pushtetin në atë pjesë, edhe që ngadalë atë pjesë ta vëmë nën ligjet edhe nën kushtetutën tonë. Tani nuk e kemi. Tani shqiptarët mund të thonë çka dojnë, mund të thonë se ne e ushtrojmë sovranitetin veri ushtrohet prej Serbisë, nuk ushtrohet nga Kosovë. Ne jemi të interesuar që atë pjesë me marrë nga Serbia, me zhvendos institucionet tona atje, me zhvendos qeverinë atje, me zhvendos organet e pushtetit lokal atje, me zhvendos gjykatat atje, me zhvendos policinë atje, dhe që ne ngadalë me futat pjesë në sovranitet Kosovës. Prandaj përkrahja jonë për veriu nuk është përkrahje për Hashim Thaçin, nuk është përkrahje për Partinë Demokratike, është përkrahje për Kosovën, sepse Lidha Demokratike e Kosovës është parti shtetformuese. Ibrahim Rugova me LDK i ka vu bazat e këtij shteti dhe ne zguxojmë të rrezikojmë ato bazat të këtij shteti sot, sepse nuk është me rëndësi sot kush është në pozitë e kush në opozitë, është me rëndësi që ne ta marrim përgjegjësinë tonë për tërë vend. Dhe këtë po mundohemi ta bëjmë. Duke i treguar tjerëve se nëse ata ja kanë shpall fitoren veti, ata kanë më tepër përgjegjësi për atë punë dhe ata duhet i kryejnë punë. Punë për cilat ata kanë thonë se ne kemi fituar. Por asesi që ne ta shiqojmë nga kashëllëku e problemin e Kosovës dhe themi hajtë bëhet çka të bëhet sepse ajo është pjesë e jona, është tokë e jona, është pasuri e jona dhe si tillë ne do ta trajtojmë. Edhe në këtë aspekt ne kërkojmë edhe me kuptimin nga ju, kërkojmë edhe besimin nga ju se ne me çdo kush do të mbrojë vijën tonë të Lidhjes Demokratike, do ta mbrojmë një parti të qendrës së djathtë, cilën po ndërtojmë fuqishëm tash, veç mas me ardhin e trive dhe me një kohezion të njerëzve që 23 apo 24 vjet janë në Lidhjen Demokratike, kemi arritë që LDK-ja tjetë e para, edhe sa i përket ofrimit konceptit zhvillimit ekonomik, jemi larg tjerë. Edhe sa i përket ofrimit perspektives për tri, jemi larg tjerë.
edhe sa i përket forcive të shtetit ligjor, jemi largë tjerë. Dhe në këtë aspekt, ne besojmë fuqishëm se edhe Prizreni do të fitojmë, edhe Prizreni do të qeverisim mirë, dhe do të krijojmë dy boshte shumë të rëndësishme të qeverisjes, të fortë, në Prizren dhe në Prishtinë, duke ndihmuar edhe komunave tjera, që edhe ato të qeverisen mirë, dhe në këtë formë do të krijojmë bazamentin e qeverisjes Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës, për çfarë ju garantoj se do të punojmë shumë, edhe ju të garantoj se do të luftojmë ta fitojmë, por më shumë se sa ta fitojmë, do të luftojmë që ta qeverisim mirë, ta qeverisim drejt, edhe që ju ta keni faqen e bardhë për votën që japni Lidhjen Demokratike, edhe për angazhimin e juaj që ta bëni në terren që të fitojë Lidhja Demokratike. Unë s'kam marrë sot që të promovoj kandidatin për kryetar të komunës nga Prizreni, por atë çfarë dëshiroj t'ju them, është se ne dëshirojmë që kandidati për kryetar komunën e Prizren të jetë kandidati që do ta ketë besimin më të madh të Lidhjes Demokratike të Prizrenit, dhe të jetë kandidati me cilin ne do ta fitojmë Prizrenin. Ne kemi bindje tonë për kandidatin dhe mendojmë se ajo edhe duhet të jetë bindje edhe e ju. Ne nuk e konsiderojmë se asnjë kandidat është i përkryer. As nuk jam unë i përkryer në Prishtinë, që nuk ka më të mirë se unë, se s'ka tjerë që mund të konkurrojnë me mua. As nuk jemi në komuna tjera një kandidat vetëm në ato komuna, por ne megjithatë duhet të jemi unik, duhet të harrojmë nganjëherë mos pajtimet edhe vrejtjet tona të vogla, duhet të lidhemi gjithë pas një kandidati dhe duhet që ne ta mbështesim atë kandidat, cilin ne e pranojmë, edhe ju këtu në Prizren, e pranojmë edhe ne në Prishtinë. Sepse kur ta fitojmë Prizrenin dhe kur t'i fitojmë komunat e tjera, atëherë do të ketë vend për gjithë ne. Do të përfitojnë gjithë. Në qoftë se humbim, nuk përfiton askush për humbin gjithë. Unë tash po flas për humbjen sepse se kemi mendjen me humb. Po flas për fitoren sepse kemi qëllimin dhe orientimin me fitu, por për këtë fitoren unë kërkoj unitet degës, kërkoj përkushtim degës, kërkoj që të punojmë der për der gjithë ne, që t'i bindin gjithë që t'na përkrahin, edhe që në moment kër e marrim besimin e qytetarëve, të garantojmë se do të qeverisim në mënyrën më të mirë dhe në mënyrën më drejtë, tjera të beson ai neve dhe së bashku me ju mendoj se do ta bëjmë zgjidhjen më të mirë. Faleminderit. Unë kam pak të them, po vërtet me thash shumë mirë kryetari. Prizreni për Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe për Kosovën është edhe i veçantë, edhe i rëndësishëm, edhe i domosdoshëm që qeveriset për vitet e ardhshme, sepse mos paku, siç u tha nga kryetari, Prizreni e meriton me u qeveris nga këta njerëz që e keqja vjen prej Prishtinës, prej kryetarit tyne, prej këtij kryeministri më të keqin që ka pas Kosova, e vjen deri te kryetari i komunës dhe të tjerët këtu. Dhe pa dyshim që Prizreni nuk e meriton dhe e meriton civilizimin me udhëheq, dhe këtë civilizim e gjen në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Pa asnjë problem. Ne e dini gjithë i kemi pas dhe kemi kryetarët e partisë të shkolluar, të edukuar, civilizuar, që tjera parti, pa e ofendu kërkën, mendoj që janë larg saj. Dhe kur njerëz të tillë të udhëheqin, nuk mundesh me pritë edhe mirë për ta po flas, ndërkaq kur udhëheqin njerëz çfarë kemi ne në LDK, padyshim që mundemi dhe dëshirojmë të udhëheqin mirë. Këtij vendi edhe herë po e them dhe mbi gjitha qytetin Prizrenit kjo i duhet. Ajo që për Lidhjen Demokratike të Kosovës për momentin duhet me thonë është një vërtet e madhe, edhe unë sikur shumë ju. Këtu jam 23 vite që jemi në aktivitet, unë ju siguroj e lam ana shkohen kur ka qenë presidenti Rugova që e dim që të gjithë. Ka qenë njeriu më i madh që i ka unë kombë shqiptarë dhe vitet shumë ose kanë me shku edhe shekuj them që në njëri tillë do të kemi vështirë ta kemi,
por asnjëherë LDK-ja sa këto 3 vite punë në teren nuk ka bo dhe një punë të suksesshme, të shkëlqyshme, të kontakteve me njerëz, me masën, me antarësinë, e tha kryetari i nderuar, është hera e parë që vjen lideri, ne fatkesisht më herët jo lideri, po si mi orë dhe do tjerë që kemi qenë larg liderve, ndërka që kjo tash nuk mundohet, sepse Zoti Mustafa thjesht dëshiron me u dëgju me ju, me u pa me ju, me u spjegu me ju, për gjithë ato që i keni si shqetësime. Dhe edhe ka thonë edhe më herë Zoti Greziu, Kosova ka nevojë për një kryeministër që din çka don, një kryeministër që din ta zhvillon vendin, të ofron programe ekonomik dhe jo një kryeministër i cili merret me kopalla siç është ky aktual. Pse po ja them këtë fare pa e zgjatë. Ky vend nuk është vend ku duhet me bëj eksperimente në fazat të cilat po kalojmë dhe Kosova nuk është pashalloku i Hashim Thaqit që ai tash bën çfarë të doj edhe me komuna të luaj me ndjenjat e njerëzve nëpër komuna nuk e meritojnë qytetarët e Prizrenit. Nuk e bën rastisht ai. Me mujt çdo komunë ku LDK-ja është e fortë ja jep nga një cop, nga një pjesë që ai pastaj edhe me dollojeret që i bën të fitojë zgjedhjet. Kjo sigurisht do ndodh as në Prizren, nuk do ndodh as në komuna tjera dhe ne jemi të bindur të dashur Prizrenas dhe të kësaj pjese të komunës Prizrenit jemi të bindur që do të fitojmë zgjedhjet, por na duhet punë, na duhet angazhim, na duhet të ruajmë votat, të punojmë në terren dhe të mos lejojmë që të abuzohet me votat. Ne, tha kryetari, dhe pa dyshim jemi të bindur që Prizrenin e kemi fitu. Ne i fitojmë zgjedhjet, ata e kanë menaxhu Prizrenin, domthonë në bazë të keqpërdrimeve që i kanë bërë. Ne do të bëjmë çdo gjë që të ruajmë votën, po kjo e sjell rezultatin nëse jemi në terren. Dhe në terren LDK-ja ju siguroj që janë mbi 100 tubime. Nga modestia, kryetari nuk e tha mbi 100 tubime nëpër në deg, të degëve të ndryshme anë mban Kosovës janë bajt dhe mbi 90% të atyre takime ka qenë kryetari Mustafa, që nuk është punë e lehtë, po është një angazhim i jashtëzakonshëm që do të bëjë. Dhe ka thonë në fund, është një vërtet e madhe, LDK-ja është e fortë, e fuqishme, si në Prizren, Dragash në Prizren, edhe krejt Dugaxhinin, edhe Nëna Morav, edhe në rrafsh Kosovës, nuk është parti, si që kanë tentu këta tjertë me interpretu e rrafshit, e lapit, e gollakut tojnë rranë, që tentojnë me i thonë të tjertë. Asë një herë LDK-ja në Dugaxhin nuk ka bë aktivitet madh në Pej, në Klin, në Istog, në Deçan, në Jonek, në Prizren, në Dragash, në gjitha Rahoveckit pjesë që lidhet me Dugaxhinin dhe prandaj do të fitojnë. Prandaj edhe me këta që janë kthy ato ku e kanë vendin, siç është Sefa me të tjerë këtu. Nuk ka asnjë shans. Nuk ka asnjë shans. Ne na i fitu këtë zgjedhje dhe si një shtet kryetari shpesh kemi me i mujt rast, kemi me Isus. Faleminderit.